Jemi rikthyer në studio, do të flasim për sportin, do të flasim për një ndeshje shumë të rëndësishme që zhvillohet ditën e sotme mes Kosovës dhe Turqisë, ku Kosova ka shansin dhe momentin historik për të kualifikuar për në Kupën e Botës. Po, çfarë do të thotë kjo ndeshje, çfarë do të thotë për Kosovën, çfarë do të thotë për ish kapitenin e kombëtares së Shqipërisë, ai që udhëhoqi edhe kombëtaren tonë për herë të parë drejt kualifikimit në Europian, Lorik Canën. Lorik Canën e kam në këtë lidhje të drejt për drejt. Mirëmëngjes, Lorik. Mendoj do të kesh emocione të forta sot, edhe për shkak të përkatësisë tënde. Po besoj do kemi të gjithë, pavarësisht se nga çfarë troje shqiptare jemi, po ne që jemi të Kosovës edhe të lindur atje, sigurisht që është mbetet më e veçantë për neve, ajo është e pamohueshme. Të vjen keq që s'ke pasur mundësi ta veshësh bluzën e Kosovës? Jo, nuk është që kum pasur, besoj se secili në një moment përjeton një kapitull, dhe atë kapitullin duhet ta përmbush në mënyrën sa më të mirë. Ne kemi përjetuar një kapitull ku kemi shndruar një ëndër të shqiptarëve të përfaqësohemi brenda një simbol kombëtar dhe me një fanell kombëtar, dhe ata besoj kemi kryer në mënyrën më të mirë, duke dhënë shqiptarët jo vetëm të Kosovës, po edhe të Maqedonisë, të Luginës, ne të rritur në diasporë një kontribut për kombin ton. Sonte është një kapitull tjetër ku janë djem kryesisht disa të rritur në Kosovë mas luftës, po një pjesë e madhe të rritur në diasporë, që mund me shkru një ngjarje jo të rëndësishme, po një nga gjërat më të rëndësishme të shtetit Kosovës, dhe ndoshta mas shpalljes pavarësisë mund të jetë një nga gjërat më të rëndësishme të afirmimit të shtetit Kosovës edhe të vlerave që ka rinia aty te ne. Si e shikon sot këtë përballje me Kosovën që ka treguar një rritje nga ndeshja në ndeshje edhe me kapacitete të forta, por nuk nënvlerësohet as Turqia, se ka futbollistë shumë cilësor. Turqia mbetet favoritja e madhe, ajo është e sigurt. Si provoj, si teknikisht, si nivel, besoj që Turqia mbetet një favorit e madhe. Por forca e kësaj ekipës Kosovës, duke filluar pas ndeshjes Zvicrës, ku ne isha vet atje në Bazel, nëse mbajnë mend, pas asaj ndeshjes është ka ndruar diçka te ekipa e Kosovës, por ka ndruar më shumë jo vetëm në mënyrë taktike, jo vetëm një dorë dhe një merit jashtëzakonshme të trajnerit, por ka ndodhur diçka brenda ekipit, kur e ka gjetë një vetbesim, një shpirt luftarak, dhe prej atyshit ka pas një farë lloji ndryshimi te ekipi i Kosovës, dhe është me plot merita, sepse ka bërë një fazë kualifikuese të jashtëzakonshme, duke fituar dhe në Sloveni, duke fituar dhe në Suedi, dhe duke eliminuar një skuadër si Slovakia, që mbetet një skuadër shumë e mirë. Tani mbetet shkalla e fundit, dhe Esmeralda, shkalla e fundit është gjithmonë ajo dhe më e bukur, po zakonisht edhe më e vështira. Mirë, çfarë e bën po them kaq të fortë, përveç individualiteteve ekipin e Kosovës? Sepse, për shembull, media italiane kishte bërë një artikull shumë emocionues ditën e sotme, që fliste për historinë e Kosovës, për këta djem që sjellin aty edhe eksperienca të ndryshme, po edhe modele të ndryshme futbollit. Ca kanë lindur në Zvicër, ca kanë lindur në Gjermani, një pjesë e madhe luajnë në Itali, kemi futbollistë shumë cilësor që luajnë me ekipet shumë të mëdha italiane, po të gjithë bashk çfarë i bën të fortë? Besoj që ajo që ka bën gjithmonë të fortë është ajo çfarë kemi realizuar ne, të kuptojnë sa më mirë se çfarë fati dhe çfarë përgjegjësie kanë me përfaqësu vendin e vet. Me përfaqësu jo vetëm shqiptarët e Kosovës, por të gjithë shqiptarët, sepse ajo çfarë mbajnë mbi supë dhe përgjegjësinë që e ka, disa herë është shumë vështirë për ta mbajtur, por mbetet një mundësi e jashtëzakonshme, një kënaqësi e jashtëzakonshme, dhe pavarësisht se ata çfarë ecurie kanë pas, çfarë rrugtimi kanë pas në jetë, duke u rritur, duke u zhvilluar, duke luajtur në vende të tjera,
Në momentin që ti kupton përgjegjësinë dhe fatin që e ke për me lujt për vendin tënd dhe për me lujt në këtë rast për shtetin e Kosovës, me gjithë historinë e shkurtër që ka pasur deri nga lufta e mëtutje, ajo mas në momentin që e kupton ata të bën që të kalosh mbi, le të themi, të menduarit thjesht të një sportisti. Sigurisht që pjesa e profesionalizmit mbetet kryesore në përgatitje për të qenë sa më i përgatitur, por emocionalisht ata që arritin dhe skuadra që arritin të bëhet një dhe të mbledh të gjithë njëjtën lloj ndjenja për të pasur diçka të përbashkët, po jo vetëm për ta, sepse kur përfaqëson ti vendin tënd është gjithmonë diçka që nuk krahasohet fare me klubet, dhe besoj që këta djem kanë bërë diçka të jashtëzakonshme me punën që është bërë aty me stafin, me trenerin, por merita kryesore mos harrojmë mbetet gjithmonë të atyre që luajnë në fushën e gjelbërt, sigurisht. Absolutisht që po. Sa ndikojnë prindrit tek ata fëmijët në fushë, po them tani, dhe i ndihmojnë apo i ngarkojnë edhe më shumë me përgjegjësi, kështu që këtu duke sjellë ndoshta edhe eksperiencën tënde kur ke luajtur me Shqipërinë. Po, unë e kam një eksperiencë pak më ndryshe, sepse babi im ka qenë vet një futbollist. Ka qenë nga lojtarët e gjeneratës të artë të Prishtinës, në kohën e gjeneratës të Fadil Vokrit, Fadil Muriqit, e lojtarët të tjerë të jashtëzakonshëm që ka pasur futbolli i Kosovës në atëherë, duke u ballafaquar shpesh herë në disa momente edhe me arma të përbashkëta në kohën e Jugosllavisë me skuadrat serbe, me skuadrat kroate, me skuadrat bosnjake, maqedone, slovene dhe po harroj. Pastaj ajo që bën është në rastin tim është që unë kam pas fatin që kam pas një baba, por mbi të gjitha besoj kam pas njerëz familjar të cilët më kanë dhënë vlerat e duhura, dhe për këta djem të cilët shumë prej tyre kanë bërë një zgjedhje se mund të kishin zgjedhur duke qenë disa herë jo gjenerata e parë, po disa herë dhe gjenerata e dytë të lindur atje, mund të kishin zgjedhur të përfaqësuar në vendin ku janë rritur dhe kanë zgjedhur të rikthehen të luajnë për Kosovën. Kjo besoj që në shumicën e rasteve, ndoshta jo të gjithë rasteve, por në shumicën e rasteve është merita edhe e prindve. Edhe e prindërve. Kisha edhe tek presioni sot në fushë, dhe përgjithsisht prindrit, për shembull, baba jo ndoshta edhe më shumë, tek fëmijët duan të realizojnë atë që s'kan mundur vetë, për shembull, të veshin fanerën, apo të shkojnë dhe të fitojnë atje, mund të kthehet edhe në një përgjegjësi më të madhe edhe për fëmin. Ja, nuk besoj që e shohin në atë mënyrë. Sigurisht që dëshira është e madhe për t'i kënaqur, për t'i bërë krenar. Atë çfarë tha është shumë me vend dhe ke kap një thelb që është shumë i vërtetë dhe i rëndësishëm. Sepse jo vetëm që bojnë ëndrrën e tyre nëpërmjet fëmijëve të tyre, por realizojnë edhe disa ëndra të cilët ata kur kanë jetuar në Kosovë, kanë jetuar në një realitet i cili ju duke pamundur të dukesh i barabartë me të tjerët. Ju ka dukur një pamundur që të ballafaqohesh me tjetër armë me tjerët, në këtë rast të promovohesh me vlerat më të mira dhe të promovohesh si barabartë si individ në një pjesë të Evropës apo në një kontinent. Tani më po flasim për fëmijët e tyre që mund të përfaqësojnë Kosovën në arenën globale, në eventin sportiv më të madh që ekziston në këtë tokë, kështu që sigurisht që është një ëndër që edhe ata e përjetojnë vetëm ata, bashkë familjarët e ty, shokët e ty, edhe në këtë rast edhe gjithë shqiptarët që dojnë ndjekin ndeshjen sonte. Tani, pash një foto tuajën me Trit Berishën, kur luajti Slovakia me Kosovën, edhe Shqipëria me Polonin, edhe isha shumë kurioze në fakt, të dija se cilën ndeshje po shikonit. Jo, e kemi pas një dilemë. Se sa koha si, dhe sigurisht e shikojshim ndeshje me të thonë neta me momente. Kthejshim 5 minuta kënej, 5 minuta andej. Vetëm një dilemë nuk e kemi pasur. Kush fiton? Jo, kush fiton, ne ishim të bindur dhe sigurisht e kishim forcat edhe kombëtarja shqiptare edhe përfaqësuesja e Kosovës e kishim mundësinë për me edhe e treguan që kishim mundësi edhe deri në fund me qenë pjesë e lojës. Një dilemë nuk e kemi pasur që
në fillim të ndeshjen cilën him do ndëgjojmë. Dhe kemi kthyer një kontar sepse ai himni i shtetit Kosovës nuk është që na jep në një emocion disha të veçantë, por e kemi ndëgjuar himnin kombëtar që është i gjithë shqiptarëve. Pastaj ndeshjen me thënë drejtë kemi kthyer 5 minuta këtu, 5 minuta ndjej, duke u kënaqur nga loja më shumë te loja e Kosovës, se ishte edhe një ndeshje më e bukur dhe më e shpejtë dhe më shumë spektakël. Çfarë po ndodh me kombëtaren e Shqipërisë që nuk arrin, sepse bërë një lojë të mirë, por në këto ndeshje është humbja e atij momentit, finalizimi mund të kushtoj shumë, edhe Shqipërisë i kushtuan 2. Ju ka humbur pak ai shpirti luftarak apo Jo, nuk besoj që ka humbur absolutisht shpirti luftarak. Unë besoj që ndeshja ishte përgatitur në një mënyrë që të ketë ekuilibër në skuadër, një mënyrë që siç e kemi përgatitur edhe shumë ndeshje të tilla ku në shumë raste është kthyer për neve, duke mos u lutur asnjëherë vetëm të mbyllur, por derisa patëm mundësi të kalojmë një apërsi dhe ato duhet edhe aftësi me prit momentin e duhur, gabimin e kundërshtarit për të bërë dhe kemi bërë në mënyrën të jashtëzakonshme, duke mos rrezikuar as pak. Unë mendoj që sigurisht pastaj kur të vjen rastit të tilla për të mbyllur ndeshjen, ajo bën një diferencë shumë të madhe, disa herë detajet bëjnë një diferencë jashtëzakonisht të madhe, sidomos kur nuk ke mundësi në ndeshje për të pasur 4, 5, 6 raste. Dhe atë rast unë besoj që ishte decizive edhe pësimi i barazimit nga një goditje këndore ndryshoi pastaj jo vetëm mënyrën e lojës, por ndryshoi pastaj edhe besimin te krahu i plagëve, të cilët vërtet krijuan pak më shumë, por nuk është që ishin jashtëzakonisht shumë të rrezikshëm, e pësuam nga një goditje nga larg, ajo që mund të ndodhë. Unë besoj që shansin e kemi pas jashtëzakonshëm për ta mbyllur ndeshjen, sepse besoj në 2-0 do kishte qenë pothuajse e mbyllur. Problemi është se duke na i marrë Kosova tani lojtarët e mirë, po kjo është çështje tjetër. Kjo është çështje që di. Unë mendoj që rëndësi nuk ka se kush i merr për momentin Esmeralda, sepse në momentin që Kosova ka qenë e pranuar, ne kemi lobuar vetë si babi im me Fatih Vokrën e me tjerët, dhe vetë kemi lobuar për të njohur Kosova dhe për të gjetur vendin. Nuk ka rëndësi se për momentin se a në me lojtarët ajo, sepse në fund shkojnë për një shtet tjetër shqiptar, por rëndësi ka që pavarësisht koha që kalon, pavarësisht që mos të harrojmë që qëllimi gjithsesi do ishte dhe si vend edhe si shoqëri, edhe si ekip kombëtar të ribëhemi një ditë. Kjo diçka që nuk duhet të harrojmë. Pastaj suksesi është sukses për dy. Tani, në fund për ta mbyllur, se edhe duke të falenderuar shumë se e di se ke një agjendë të ngjeshur ditën e sotme, mendoje pak veten 2 minuta në dhomën e zhveshjes, kapiteni i Kosovës sot para se të shkosh në ndeshje, çfarë do të thoje çunave? Do mundoja thjesht aq sa mundemi ti kanalizojmë emocionet. Nuk besoj që ka një ngarkesë bi emocionale. Unë mendoj në momentin që kanë treguar një cilësi të jashtëzakonshme në të luajtur, një cilësi jashtëzakonshme edhe teknike edhe besim, besoj është kanalizimi e emocioneve që është më i rëndësishmi, se nëse i lënë ata djemt me lujt me cilësitë e tyre, unë mendoj që kanë cilësinë me vënë vështirësi edhe turqinë sot pas të dhe probleme. Falenderoj shumë që ishe sot me ne, ditë të mbarë. Me kënaqësi Esmeralda, gjithë mirë. Mirë, ndërkohë që është bashkuar kolegu Ledio Alili, Ledio, mirë se erdhe. Do të shkoj sërish në Kosovë, kam Arlind Sadikun në këto momente. Arlind, përshëndetje. Mirëmëngjes Esmeralda, për juve dhe shikues. Je më afër edhe përmes teje përcjellim në kohë reale çdo emocion, në fakt edhe çdo gjë që nuk duket ndoshta edhe nga kamerat e mëdha të vendosura nëpër ekrane. Si është situata sot në Kosovë? Për momentin është e qetë, deri në orët e rona ka pasur fishek zjarre në qendër të qytetit.
aty ku është vendosur kombëtarja e Turqisë, nuk janë lënë rehat që të flejnë futbollistët nga tifozët tanë. Edhe të shpresojmë që të kemi lënë pa gjumë dhe të kemi lodhur për ndeshjen e sotme. Situatat e përfaqësuesja jonë sot, në fakt ditë e rëndësishme për Edon Zhegrovën, ka edhe ditëlindjen, edhe 105 vetëm suksese, por përkon domethënë me këtë ndeshje të madhe. Shpresojmë që të jetë natë destinuar për të, edhe pse në ndeshjen e fundit nuk ka pasur shumë hapësirë dhe Kosova ka fituar pa Zhegrovën në ndeshjen ndaj Slovakisë apo Suedisë. Megjithatë në ndeshje të tilla na duhen lojtarë të mëdhenj dhe shpresoj shumë që ta ketë natën ai sonte, sepse me të vërtetë është njëri nga lojtarët për mos të thënë më i miri te Kosova. Por kemi dëshmuar në këto ndeshje të fundit që fryma në grup është ajo që ka qenë Chelsea i suksesit dhe besoj që edhe sonte do të jetë aty. Të emocionuar, të ngarkuar nga pritshmëria që kanë gjithë shqiptarët sot, në fakt të gjithë shqiptarët kudo që janë syti kanë në Kosovë, ekipi apo e kanë kaluar këtë fazë, të janë më të ftohtë se sa që jemi ne ndoshta që i shohim nga larg. Është ndeshje që përjetohet një herë në jetë. Kush e di edhe sa vite do të na duhen që të vim deri te kjo shansë që me një fitore të shkojmë në kampionatin botror, në skelën më të madhe që shikohet nga 5 miliardë njerëz. Kosova është shumë vend i vogël, ne si shqiptar nganjëherë mendojmë që bota sillet rreth neve, por në Afrikë apo në Azi, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, as që kanë ide ndonjëherë që ekziston një vend si Kosova apo edhe Shqipëria. Por në kupën e botës mund t'ju tregojmë se kush jemi ne. Me të vërtetë ka qenë natë emocionuese, dje 3-4 herë më ka dalë gjumi, në orët e vona rreth orës 3 të mëngjesit kam flajt pak, por është diçka jashtëzakonshme. Për mua, unë që 17 vite e përcjelli Kosovën, në çdo cep të botës, kam punuar në 44 shtete të botës, dhe sikur kjo ndeshje që është duke më dhënë emocione asnjëherë tjetër. Besoj që edhe lojtarët kanë emocione të tilla, sepse poshtë eksperiencës që kanë dhe që luajnë në nivele të larta të futbollit evropian, të përfaqësosh fanellën e vendit tënd në një ndeshje kaq të rëndësishme është diçka e jashtëzakonshme. Përshëndetje Arlind, një pyetje kisha sa i përket anës psikologjike të skuadrës. Flasim për, domethënë, u bë gjithë këto ditë 4-5 ditë që e gjithë jo vetëm opinioni sportiv, po e gjithë Kosova edhe një pjesë e mirë e Shqipërisë bëjnë tifo edhe kanë pritshmëri të larta për skuadrën. A mendon që ndoshta kjo lloj pritshmërie, kjo lloj trysnie, le të themi, është një barr mbi supet e këtyre lojtarëve, sepse po të rrim me këmbë tokë edhe të flasim hapur, mendojmë që Kosova e ka arritur, le të themi, maksimumin e vet, duke pas parasysh kë ka përballë, duke pas parasysh se sa e re është kur ka lindur, domethënë. Mendoni që mund të jetë, le të themi, një barr shtesë për lojtarët e Kosovës, kjo lloj trysnie, ky lloj presioni? Mos po kërkojmë shumë, pra. Normalisht është një barr, por ekipi, futbollistët janë treguar jashtëzakonisht të pjekur, saqë në ndeshjet e kaluara që po ashtu ishin të vështira. Edhe ajo me Slovakinë nuk ishte as pak e lehtë. Absolutisht. Psikologjikisht, mënyrën se si shkoi ndeshja, 2 herë ishim në disavantazh, 2 herë barazuam, madje arritëm ta përmbysim rezultatin. Qëllimi i Kosovës nuk ishte për të kualifikuar në kampionatin botror nga kjo kampanjë. Trajneri Franco Foda ka deklaruar se ka ardhur për ta kualifikuar Kosovën, për të tentuar ta kualifikojë Kosovën në kampionatin evropian pas 2 vitesh. Dhe duke qenë se ne ishim në një grup me kombëtare të forta, siç është Suedia, pastaj Slovenia, Zvicra, dhe të kalonim të dytit pas Zvicrës dhe të vendoste ndeshja e fundit në Prishtinë. Pa mendoni, mos harroni këtë fakt që ndeshja e fundit në Prishtinë mes Zvicrës dhe Kosovës ka vendosur për vendin e parë në grup që shkon direkt në kupën e botës. Dhe gjithë këto besoj që kanë ndikuar shumë që të pjekët të ekipi, të largoj atë presionin, tashmë të gjithë ne jemi krenar me këta arritje që ka bërë Kosova, dhe të gjithë dim që askush nuk e kishte imagjinuar më herët. Dhe besoj që nga ky këndvështrim ekipi është duke luajtur lehshëm, nuk e ka atë presionin e madh,
Normalisht që Turqia është favorite dhe ata e kanë presionin për të fituar. Dje më bëri një deklarat e Hakan Çalhanoğlu shumë për shtypje dhe besoj që ata kanë ardhur me mision të qartë që të na qetësojnë ne, të na relaksojnë, duke qenë se nuk kanë shumë tifozë të tyre të pranishëm në stadium. Tha që Kosova dhe Turqia janë vëllezër musliman. Dhe kjo me vërtet bëri bujë gjithandej në opinion. Por në fush nuk do të jemi vëllezër, në fush ne duam të fitojmë dhe pastaj pas ndeshjes mund të ulemi edhe rivalitet mes vëllezërve, jo vetëm vëllezërve imagjinar. Jo, s'duhet harruar një fakt. Turqia është në ndër të paktat ekipe kur Kosova, le të themi, sapo rinisi dhe njëri më këmbin kombëtarja, u tregua e gatshme që të ishte ajo skuadra që nuk refuzonte asnjëherë kërkesën për të luajtur një miqësore me Kosovën. Por sot është një përballje tjetër, jemi në kushte të tjera. Më bëri përshtypje edhe fakti që Kosova është e vetmja skuadër nga të gjithë pjesëmarrësit në play-offe, jo vetëm europiane, po edhe play-offet e tjera, që nuk ka marrë pjesë asnjëherë në kampionat botror. Kishin marrë pjesë Iraku, kishin marrë pjesë Jamajka, Bolivia, edhe vetë Turqia kishte 20 e kusur vite që nuk merrte pjesë. Shpresoj që tjetë sot hera e parë për ditëlindjen e Zhegrovës, po edhe për Kosovën. Një dhuratë për Zhegrovën. Një dhuratë për gjithë kombin shqiptar. Po, absolutisht, po. Shpresojmë shumë, po dëshmohet sepse ish Jugoslavia gjithmonë ka pasur suksese dhe pas shpërbërjes në 7 shtete në kampionatet botërore gjithmonë kanë marrë pjesë minimumi 2 shtete të ish Jugosllavisë në kampionatin botëror dhe në këtë në Amerikë mund të marrin pjesë 3 shtete të ish Jugosllavisë. Paramendoni sa shumë shtete ka Evropa, sa shumë shtete ka bota dhe në çdo botëror të marrin pjesë nga 2 apo 3 shtete të ish Jugosllavisë që tregon shumë për nivelin që ka ky vend. Situata të ekipit turk, i pam dje që erdhën nuk bën atë stërvitjen tradicionale, por bën një shëtitje, pam nga video tuaja matën portën, po më bëri shumë përshtypje përveç kësaj edhe një video, në fakt që është nga Facebooku juaj personal, e Arda Gülerit me një vajzë që lutej, kush ishte kjo vajza, çfarë edhe mund bëri shumë përshtypje ajo, sepse qëndronte vetëm me Arda Gülerin dhe përshtypjen e parë mendova që ishte dikush i afërt nga familja e tij, por pastaj e kuptova që ishte vajza e presidentit të Federatës së Futbollit të Turqisë, që lutej në mes të fushës, i përqafuar nga Arda Güler. Jo vetëm ajo, i pash disa futbollistë tjerë të Turqisë që luteshin, nga stafi po ashtu, e preknin madje edhe fushën dhe luteshin lart nga qielli. Por pra nuk kanë pasur distributje, kanë pasur ditë edhe ne lutemi. Po, më duket se prekën dhe portën, ti the po e masin portën, po më duket pas kanë qenë aty duke u lutur të portën. Inshallah bia tyra ajo porta e parë që të bëjnë një autogol. Unë jam shumë detajist dhe pas një moment se si stafi i ekipit turk po e masnin portën, kishin dyshime që është më e vogël, normalisht që do t'ju zvoglohet porta atyre dhe më tepër sonte në mbrëmje, që shpresojmë mos arrin ta flusin topin në portë. Si ishte situata tek ekipi turk me lojtar, do të thënë lojtar të mëdhenj, me sfushor të Interit, me sulmues Juventusit, me Arda Gülerin që tashmë ka zënë edhe vend në permanent në formacion. Pati shumë tifozë që dolën për të përitur dhe për të përshëndetur futbollistët të Turqisë dje kur erdhën në stadiumin Adil Vokri. Dukeshin të relaksuar lojtarët. Një lajm është që Hakan Çalhanoğlu e konfirmoi se do të jetë i gatshëm për lojë, padyshim është një armë shtesë të shumë e rëndësishme për Turqinë. Pastaj Kenan Yıldız normalisht e dim çfarë kvaliteti ka te Juventusi në një moshë kaq të re, për lider edhe për lojtari kryesor. Arda Güler po ashtu. Megjithatë, trajneri Franco Foda theksoi që ka bërë një plan të qartë, e di se si luan Turqia, nuk e pam duke shkëlqyer në ndeshjen gjysmëfinale kundër Rumanisë.
dhe besoj që presioni i madh nga 86 milion njerëz në Turqi që janë jo vetëm tifoz të thjesht, por janë fanatik të futbollit, besoj që këtë presion e ndjen ekipi dhe nuk do ketë as pak lehtë sonte. Kush mendohet se do të jetë në formacionin e Fodës? Si do ta nisë? Nuk pritet të ketë shumë ndryshime. 3-5-2 do të luaj dhe është sistemi i lojës që shndrohet në 5-3-2 kur ekipi kundërshtar mban topin. Në port normalisht do të jetë Aro Morić, pastaj në qendër të mbrojtjes Delova, Hajdari, po ashtu Hajrizi që shënoi gol kundër Slovakisë, në krah Gallapeni dhe Vojvoda, ndërsa në mesfush do të jetë Regji Beçaj me Muslien, po ashtu edhe Veldin Hoxha, një lojtar që debutoi nga fillimi për herë të parë kundër Slovakisë me Kosovën, dhe në sulm Aslani së bashku me Muriqin. Ndoshta dyshimi i vetëm i imi për momentin është që nëse do të startoj Edon Zhegrova sonte, mund të zëvendësohet me Fisnik Aslanin, por pastaj trajneri Franco Foda do të detyrohet të bëjë ndryshim në sistemin e lojës, e që ky do të kishte riskun e vet sepse sistemi i lojës që ka aplikuar në 4-5 ndeshjet e fundit ka rezultuar i suksesshëm dhe kemi mposhtër Suedin, Sloveninë e Slovakinë. Tani ndash fillim, ndash të fund kur të doj, po dëshirën time që në fushë të zbresi Edon Zhegrova përballë Kenan Yıldizit duhet ma plotoj. Kam përshtypjen që pak minuta do Edon t'ja Zhegrova është lojtar që kërkohet nga i gjithë stadiume, jo vetëm në Kosovë, por kudo që luan ai, sepse e ka një farë dhuntie që zemrën e të gjithë tifozëve e merr shpejt, e fiton. Dhe gjithmonë në stadiumin Fadil Vokri, kur ai nuk starton, kërkohet qysh në pjesën e parë që të inkuadrohet, dhe ai e di këtë, e di që populli e do, e di që ka pritshmëri të madhe dhe shpresoj shumë që përpara se të zhvilloheshin ndeshjet, në fakt nuk e di, kisha një bindje që Kosovë-Turqi do ishin të dyja fituese, e kupton dhe prandaj. Kështu që unë jam me Juventusin, të dyja janë futbollistë të Juventusit, prandaj natyrisht s'ka rëndësi kur ka shqiptar përballë, për mua nuk ka rëndësi me çfarë ekipi luajnë ata. Ti je sigur që Foda nuk të dëgjon. Një gjë e rëndësishme për të potencuar është që Kosova është në qendër të Evropës dhe të botës në aspektin mediatik. Ka shumë gazetarë, shumë mediume të njohura, New York Times, The Guardian, janë pranishëm me korespondentët e tyre në Prishtinë. Pastaj interesimi edhe nga turqit, tifozët e Turqisë është i jashtëzakonshëm. Sot u interesova edhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Nuk ka pasur asnjëherë fluturime nga më shumë destinacione nga charter apo aeroplan privat se sa sot për këtë ndeshje. Pra, jemi shndruar në një Saint-Tropez sot në Prishtinë me mbi 10 fluturime private që do të vinë nga gjithë Evropa, vetëm posaçërisht për këtë ndeshje. Biletat kanë shkuar me çmime të çmendura. E kam të konfirmuar që rekordi për një bilet VIP është 7.000 euro që ka paguar një biznesmen. Wow. Mirë ka bërë edhe. Absolutisht mirë ka bërë, se do ta mbaj mend në histori. Si finale Champions është. Do ta mbaj mend në histori kualifikimin e Kosovës, se hera e parë është e rëndësishme, se pastaj kthehet në rrugë. Sa është, nëse ka, nuk e di, nuk kam ndjeni, sa është numri i tifozëve turq që e kanë ndjekur skuadrën më pas? Kapaciteti i stadiumit Fadil Vokri është rreth 12.500 ulëse, kështu që detyrimisht federata është dashur të ndajë 5% të tribunave për mysafirët, që i bie diku rreth 700-800 tifozë të Turqisë që do të jenë në stadium. Normalisht ata kanë tentuar në çfarëdo forme edhe në tregun e zi të blejnë bileta edhe në pjesët tjera të stadiumit. Është bërë thirrje vazhdimisht edhe nga tifozët e Kosovës dhe të gjithë tjerët që të mos u shiten bileta turqve, sepse ne nganjëherë jemi e shfrytëzojmë rastin për të përfituar, por nuk e dim se sa shumë dëm mund t'i bëjmë Kosovës sonte nëse shisim bileta turqve në tribun. Në Bosnjë luan Italia sonte, edhe bosnjakët kanë po ashtu një stadium të vogël në kapacitet.
një pjesë e mirë e tyre rrethohej, domethënë një zonë e stadiumit rrethohej nga pallate, cilat lejonin, le të themi, shikimin në fush edhe po jepeshin me qira nga 500 euro balkonet. Balkonet e shtëpive jepeshin me qira për të ndjek ndeshjen sot. Kështu që pse jo, kushdo do t'i shfrytëzonte këto raste. Tani ata janë përshtypjen bosnjakët Normalisht do bëjnë në tifozri. ndeshjet e tilla të gjithë duan të jenë aty. Bosnjakët do bëjnë tifozri për Proporcionalisht- Italinë, po Kosova është ndryshe. E kalkulova proporcionalisht i bie që 10.000 nga 10 milion shqiptar të kenë fatin të jenë në stadiumin Fadil Vokri sonte, që i bie 1 në 1.000. 1 në 1.000 shqiptar. Është Kam përshtypjen që do ketë organizime edhe në rrugët e Prishtinës. Besoj fanzone, nuk e di Si se asnjëherë më parë, ka pasur mobilizim nga institucionet, nga kompanitë që merren me transmetimin e këtyre eventeve në sheshe. Në dy sheshet e Prishtinës do të ketë transmetim dhe siç u informova, janë hapësirat të cilat kanë kapacitet të zënë deri në 100.000 tifoz për të parë këto ndeshje në aty do tri jetë qeshe të ndryshme. do zjarri. jetë, po, tamam, Aty zjarri. do jetë zjarri. Arlind, falenderoj shumë, e di se është një ditë shumë e gjatë, natyrisht që profesioni, emocioni, të gjitha bëhen bashkë dhe shtojnë edhe ngarkesën. Gjithsesi, me sa më lehtë dhe me sa më shumë gëzim. Pra me fitore, i bie ndryshe. Faleminderit shumë. E di që sytë e të gjithë shqiptarëve do të jenë në Prishtinë, e di që të gjithë duam që Kosova të fitojë dhe të kemi një shqiptar për të parë në Kupën e Botës. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit juve. Lidion, trajna sportive. Kosova përballë Turqisë, dy ekipe që të dyja duan patjetër të shkojnë për motive të ndryshme, por natyrisht që të dyja do të bëjnë, do t'japin 100% sot në fush. Pra, kemi një Turqi që do Qartë. patjetër, edhe nga shpërblimet edhe nga motivimi, tregon që sa e rëndësishme është për Turqinë mbas 24 vjetësh të shkojë sërish në botror, për Kosovën një ekip i ri, parë. një histori e re dhe shumë e Gjës, rëndësishme, Marla. jo vetëm në aspektin sportiv, por dhe në aspektin e njohjes së vendit. në Absolutisht, do ndërkombëtar. jetë, nëse Kosova do ketë fatin të shkojë në Shtetet e Bashkuara, do jetë, le të themi, pasaportë mirë për të njohur në të gjithë globin, siç e tham, botrori ndiqet nga miliarda shikues, edhe do ketë fatin të jetë në grup me 2 kontinente, në Australinë edhe me Shtetet e Bashkuara, sepse shorti është hedhur, pra dihet se do ketë kundërshtar. Kundërshtari i fundit mund të jetë Paraguay, do më thënë është Paraguay, po mund të bashkëngjitet Kosova. Për të nisur pak nga Turqia, në vitin 2002, pak kush e kujton Turqinë e atyre viteve, e cila eliminohej nga një Brazil cili shpallej kampion bote. Do më thënë, skuadra e fundit turke, ose kamptarja e fundit turke që mori pjesë në botrori, ishte ajo kamptarja e cila e çoi ekipin deri në gjysmë finale. Dhe u eliminua nga një gol i shpikur nga i madhi fenomeni Ronaldo, që do e çonte më pas në atë finalen e madhe kundër Gjermanisë. Pra, që nga ajo kohë, Turqia ka marrë pjesë në për Europiane, madje ka bërë edhe Europiane të mira, kujtojmë 2008 ka qenë pjesëmarrje goxha e mirë e Turqisë në Europian. Më pas ka pasur një rënje të lirë edhe goxha ndrime trajnerësh, që nga 2002 deri në kohën e Montelës janë 10 trajnerë cilët e kanë trashëguar këtë post dhe askush nuk ka arritur dot që ta çojë Turqinë në botror. Në momentin që flasim, Turqia është në le të themi në momentin e artë të saj për nga emrat që ka brenda skuadrës, sepse siç e thatë edhe juve, Arda Güler është mesfueshor që luan tek Real Madridit, Çalhanoğlu është mesfueshor që luan tek Interi, Yildiz është një lojtar që luan te Juventusi, Çelik është një lojtar që luan tek Roma, Kadioglu është një lojtar që luan te Brightoni, pra janë lojtarë cilët luajnë me ekipet më prestigjioze të Evropës, e jo më kot janë pjesë e formacioneve të tyre. Duke qenë në të tilla kushte, Turqia do tentoj me do e mos që të rikthehet në botror pas 24 vitesh. Pra edhe për ta është një mungesë shumë e madhe. Kështu që në kushtet ku janë, do ta kërkojnë me do e mos
pjesëmarrjen botëror. Shifrat ose le të themi përballjet, statistikat flasin në këto 3 përballje që kanë kryer skuadrat pas shpalljes pavarësisë Kosovës, flasim për 3 fitore të ekipit turk, ndërkohë që Kosova ka qenë drejt kolaudimit si skuadër, Turqia ka pasur shumë të lehtë, le të themi, ndeshjet apo përballjet kundër Kosovës, por me atë që ka treguar skuadra e Kosovës në drejtimin e Frankofodës, ka marrë një identitet tjetër si skuadër goxha evropiane, e cila luan futboll të kënaqshëm edhe futboll të rrjedhshëm. Pra është një futboll i cili ka dinamizëm brenda, është një skuadër vendosur shumë mirë taktikisht në fushë, ka lojtar teknik jashtëzakonisht të mirë dhe përbën një grup futbollistësh të cilët nuk varen nga individi, por varen nga grupi. Në këto kushte edhe Kosova ka shanset e veta, por përballë Turqisë në letër është inferiore. Duhet parë se si do rreshtohen sot në fushën e blertë. Mendoj që Foda nuk do ta plotësoj ty dëshirën duke e futur Zhegrovën që në fillim, Jo, nuk ka që në fillim, s'ka rëndësi, tash në fillim, mes në fund, mjafton të Dakor, besoj se ndoshta varet nga ecuria e ndeshjes për të vendosur se çfarë do bëhet me Zhegrovën. Fisnik Aslani kishte një prononcim shumë të mirë kur tha, më thoni cila nga ekipe që është përballur me Kosovën nuk ka qenë favorite në letër, por në fushë ka treguar gjë tjetër. Ska gjë, motivim është tjetër gjë. Absolutisht është motivim. Dhe ndërkohë ça në glun që e ke prap mbrapa, dje duket se kishit futur ju tifozët e Milanit, jepte autografe. Jepte autografe për tifozët e Interit dhe ndërkohë dëgjoje nga mbrapa. Milan kampion. Kosovë Gjocin e kam lidhje të drejt për drejt, Jona Jetin i kam lidhje të drejt për drejt në këto momente nga Kosova. Joni, përshëndetje, Kosovë, përshëndetje, po e filloj pak me Kosovën për atmosferën, si është koha, situata, të gjitha bashk në Prishtinë sot. Kosovë si del Kosova. Të them drejtën, Esmeralda, është pak ftoft sot, me gjithat që po e shot paktën këtu prapa meje tek stadiumi, nuk është se kemi ende ndonjë atmosferë të madhe. Ajo që kemi pa ditën e djeshme ka pas që një numër i madh i tifozëve turq vetë se kanë filluar të vinë, edhe pse fatkeqësisht duke pas parasysh kapacitetin që ka stadiumi, nuk është se ka pas shumë vende as për ta realiste, as për ne, e as për ju atje, siç e dim. Por megjithatë, nëse kemi parasysh atë çfarë pa, pak a shumë brëm në për qytet, besoj që do t'jetë një atmosferë fantastike dhe besoj që çdo ulse në këtë stadium që po shihni mbrapa meje do t'jetë e mbushur, ndoshta më shumë se sa që ka kapacitet, sepse e dim që ka pas një kërkesë tepër të madhe për bileta, fatkeqësisht ka pas edhe telashe të tilla ku tash në tregun e zi çmimet e tyre kanë shkuar në shifra marramendse, të thënë drejtën, që është fatkeqësi, por që fund të ditës nuk është se jemi të vetmet që mund ta kontrollojmë një situatë të tillë. Për ndryshe në përgjithësi po duket një atmosferë kështu edhe kur flet me njerëzit Esmeralda dhe kur rrin, ka një shpresë goxha të madhe, marr parasysh sepse po e dëgjoja Ledion dhe pajtona plotësisht me idenë që kemi përballë një ekip me shumë përvojë, me kualitete të mëdha, me një vlerë që ndoshta në ranglistat e FIFA-s, UEFA-s është shumë lart, por që megjithatë ndoshta ajo çfarë Kosova ka sot më shumë se Turqia është motivi, është dëshira, edhe është fakti që do t'i ketë dardanët për krah, cilët definitivisht sot kam përshtypjen që nuk do të kursejnë asgjë për të mbështetur kohën e Kosovës. Normalisht, edhe nëse nuk fitojmë, që normalisht ajo do të ishte ëndra jonë, por edhe nëse nuk fitojmë, unë besoj që Kosova, sidomos në këto kohët e fundit, ka treguar një lojë fantastike në përgjithësi, ka treguar që ditë përballet edhe me ekipet mëdha, prandaj kjo është edhe ajo shpresa le të themi e tretë. Dhe po i referohem pak a shumë edhe deklaratës së Aslanit, por mbi të cilën ne besojmë se mund dalim triumfues në këtë ndeshje, por megjithatë unë thjesht dua të besoj në diçka që e kemi ndruar për vite tërë dhe uroj që sot djemt në fushën e blertë na realizojnë këtë ëndër që e kemi pa shumë, shpesh edhe gjatë. Shkoj pak ke Joni. Jon, duket se si këtej si andej të dy ekipet tona performojnë shumë mirë përballë të fortëve dhe nuk i marrin shumë seriozisht ekipe që janë pak më të dobta.
Po në base edhe statistikisht është ashtu, megjithatë kjo është një ndeshje krejt tjetër, u thanë edhe nga parafolësit, është një ndeshje që mund të determinoj jo veç kualifikimin në kampionatin botror, por pse edhe karrierat e disa prej futbollistëve gjeneratës e cila kishte nisur në vitin 2016, kur kujtoj që mezi ishin regjistruar, e madje ishin edhe problemet për stërvitje, për shkak që nuk ishin në stadium të pranuar të UEFA-s, se ndeshjet e dim që i zhvillonin në Elbasan, në saktësisht në Shqipëri. Kështu që kjo ndeshje përkundër që do të jetë ndaj një giganti teni, kështu shkak të yjeve që të përmendën, mendoj që është një ndeshje e cila mund mbas edhe të vendoset nga ndonjë detaj, varësisht nga rrethanat e ndeshjes, dhe për të dy ekipet, siç u tha, për të dy kombëtarët është shumë e rëndësishme kualifikimi në botror për Kosovën si një shtet i vogël i pranuar nga në vitin 2016 në UEFA që mos përsëritem, ndërkohë Turqia ka besoj një presion më të madh, mbase kemi thënë në herën e kaluar që edhe kryetari i Federatës së Turqisë bëri një deklaratë që e konsideronte si dështim nëse Turqia nuk do të mposhte të dy kundërshtarët, këtë rast Rumaninë dhe sonë të Kosovën, kështu që kjo tregon që edhe atë deklaratë ka bërë përpara ndeshjes me Rumaninë dhe para ndeshjes së Kosovës me Slovakinë, se tani ndoshta ka ndruar mendim. Jo, për të dyja ata, ka thënë që edhe Rumania nëse nuk e mposhtet, po gjithsesi mendoj që është një lloj i presionit. E vërtet, jam duke për shaka, Joni, se edhe fakti që ju dha edhe vila në Bodrum me deklaratat e tjera që kanë 24 vjet që s'kanë shkuar në botrore, gjitha tregon që edhe Turqia e do dëshpërimisht patjetër fitoren në këtë ndeshje. Prandaj thash që kjo i bën një ndeshje shumë të luftuar, sepse të dyja e duan, jo se të tjerat nuk e duan kur luajnë, po ca që për shembull si Italia edhe mund të tolerojnë në Maqedoni për shembull, po këto të dyja sonte s'duan tolerojnë asnjëra. Edhe Italia e ka punë të keq nëse nuk arrin të kualifikohet. Gjithsesi, për dalë këtu te Kosova natyrisht që është një mundësi e jashtëzakonshme, për atë që ka thënë Ledio se dëgjova pak a shumë, kjo do të ishte një njohje globale e shtetit të Kosovës, jo vetëm futbollit, edhe besoj që do të kalonte për masat e sportit, pa diskutim që do të kalonte për masat sportive, sepse atje do të jenë shumë tifozë që sigurisht në rast se Kosova do të kualifikohet, do të dëgjonin ose në takimet kur do të luante për shembull kundër SHBA-s, si Nikosjeri atje, do të dëgjonin për herë të parë për vendin tonë, kështu që kjo t'i kalon tashmë të gjitha ato limitet sportive, dhe kjo tregon po ashtu edhe një organizim edhe të shtetit. Kemi pa dhe keni raportuar dhe ju atë takimin apo vizitën që nga ka bërë kryeministri, edhe premtimet e tij kundrejt lojtarëve, por edhe kemi diskutuar më kryesori është që të arrihet kualifikimi, pastaj këto përfitimet financiare janë vetëm plus shtesë për lojtarët. Po bravo, kanë vlerë ato se do me thënë, shumë mirë është që shpërblen punën, se puna duhet shpërblehet gjithmonë, po ka ndonjë vlerë të shtuar tek ata që veshin fanellën e Kosovës sot? Për mendimin tim jo, sepse dim disa prej lojtarëve se në çfarë temi ecurie kanë ardhur te Kosova, disa prej tyre pra të rritur edhe në diasporë të lindur, madje edhe kanë luajtur për shtetet tjera si Zvicra apo shtetet e tjera dhe pastaj kanë vendosur që ta përfaqësojnë Kosovën, kështu që mendoj që kjo vlera monetare është zero e barabartë me atë se nëse këta arrin të kualifikohen si çfarë heroj do të bëshin në vendin tonë. Pra, atje nuk mund të barazohet, sidomos kjo që është dhuruar, sepse po e bën një krahasim në rast kualifikimi diku mbi 10 milionë euro do të jetë shpërblimi për federatën, e rrjedhimisht sigurisht që do të kishte edhe bonus shtesë edhe nga federata, por aspekti financiar besoj që edhe Ledio e ceki disa ditë më parë kur ishim bashkë, që kjo vlerë është asgjë në atë se çka do të thotë për futbollistët, sidomos në CV-t e tyre. Shumë prej tyre janë edhe futbollistë temi që mund të kenë edhe disa cikle kualifikuese, por s'dia do të kenë një mundësi të tillë, për shembull për Vedat Muriqin apo edhe për Milot Rashicën, ndonjë lojtar tjetër Fidan Aliti që mos t'i përmend të gjithë.
Mbase kjo do të jetë mundësia e parafundit, po flas mbas e fundit mund të jetë edhe cikli kualifikuesi i kampionatit të ardhshëm evropian, kështu që komplet ajo ndjenja dhe kualifikimi, thash që mos përsëritem, është barabartë sa i përket pjesës do të shpërblimit monetar. E kuptoj. Lidion, gjithçka duhet mbyllet sot. Pra nuk është se ka një mundësi të dytë, se 90 minuta, se 120, se penaltit, të gjitha janë të hapura. Duke parë, po i referuam vetëm ndeshjeve të fundit të dy ekipeve. Turqia me Rumanin, fakt me një gol, por qëndroi aty një 1-0 e kujdesshme gjatë gjithë kohës, ndërkohë që Kosova nuk u dorëzua deri në fund, bëri 4 gola, 4-3, një ndeshje me shumë gola, pra një ekip që shënon shumë përballë një Turqie që shënon një gol dhe është më e kujdesshme. Duket se nuk është nga ato ekipe që shënojnë shumë gola. Domethënë, sa i përket fushës së Blert, Turqia ka treguar disa fytyre, Esmeralda. Ka treguar që brenda fushës së saj është mundur 6-0 nga Spanja, dhe ka treguar që ka shkuar në Spanjë dhe ka marrë barazim 2-2 me gola. Ka treguar që është e aftë të fitojë edhe ndeshjet vështira siç ishte ajo me Rumaninë, sepse ishte një ndeshje në të cilën të dyja skuadrat luftonin për një objektiv dhe nuk kishin më mundësi të tjera, por nëse ajo ndeshje do e rishikonim edhe një herë, le të themi, momentet më kyçe të ndeshjes, Turqia pati disa shanse për të shënuar gola. Gjë që domethënë, diferenca midis shtyllës edhe golit është pak centimetra. Nëse ato raste do përktheheshin në gola, do flisnim për një Turqi tjetër. Ndërsa Kosova, ajo që bën diferencë te Kosova është domethënë mënyra se si e interpreton lojën, të paktën lojrat në ndeshjet e fundit. Nuk është një ekip që mbrohet. Sepse kemi parë për shembull bashkë kemi qenë në stadium, kemi parë Kosovë-Sloveni. Një ndeshje ngërçi, e cila nuk u zhbllokua në asnjë moment, përfundoi dhe 0-0, nuk u arrit në asnjë moment që Kosova, le të themi, tregonte atë potencialin e vet, por nga krahu tjetër, kur shkojnë në Sloveni, bëri një ndeshje shumë herë, domethënë ndryshe nga ajo. Pra ndeshja me Sloveninë brenda e interpretojnë ndryshe, ndeshjen jashtë e interpretojnë ndryshe. Këtu desha të dal tek fakti që ndeshja nga ndeshja nuk ngjan. Pra një episod ta ndryshon ndeshjen dhe një moment... Tipologjia e ekipeve. Tipologjia e ekipeve është ndryshme, absolutisht që Turqia është një skuadër agresive që luan kryesisht në top të parë, ka mesfushor apo le të themi ka krijues inteligjent fushën e lojës, cilët mund të ndikojnë me pasat e tyre, për shembull topat pas shpine, kanë një sulmues goxha të mirë si Artukoglu, po edhe Barish Ilmazi, i cili është tepër i shpejt, pra janë dy futbollistë të cilët përpos këtyre emrave që ne i përmendim, Yildiz apo Güler, janë futbollistë të cilët të bëjnë dëm nga momenti në moment, nuk i dihet. Ndërsa Kosova, siç e kemi parë, për shembull Muriqi ndeshjet e fundit nuk është se ka shënuar gola. S'ka shënuar, duket në 4-5 ndeshjet e fundit me Kombëtar nuk ka shënuar, apo s'dua të shënojë as nesër mjafton të fitoj Kombëtarin. Por nga ana tjetër është vënë në shërbim të skuadrës për ta bërë skuadrën, le të themi, të funksionojë edhe për të shkuar te goli. Pra, Kosova, ndryshe nga Turqia, ka një metodologji loje ndryshe, është e bazuar tek faza defensive më shumë, pra Foda arreshton një ekip me 5 mbrojtës edhe e pret kundërshtarin tek porta e vet, deri në momentin kur krijohen hapësirat për të dalë përpara, sepse i ka dhe potencialet edhe mundësitë për ta kapur skuadrën kundërshtare në kundrasulm. Duhet parë se si do luhet, do jetë më shumë ndeshje shau. Unë desha të shtoj vetëm një fjali për sa i përket, kjo është ideja ime, për sa i përket shpërblimit që ka dhënë qeveria e Kosovës, edhe në rast kualifikimi Kosova do marrë edhe një 10 milion apo 12 milion euro të tjera për pjesëmarrjen botëror. Këto lekë i bashkojnë të gjitha dhe të bëjnë një stadium të paktën me 30 apo 40.000 vende që mos të kemi më kështu përplasjesh. Ama vetëm në ndeshje të tilla sa do vende të ketë. Absolutisht, sepse Kosova ka potencial 10 fish më shumë se Shqipëria për të prodhuar futbollistë. Se nga njëra anë është në prag të futjes në botror, nga ana tjetër po mban dhe Shqipërinë me futbollistë, dhe nga ana tjetër po krijon futbollistë të rinj të cilët po luan tek Bayerni, tek Manchester City. 168 Lidio, Pikërisht pra. Kjo tregon që potenciali i tyre është aq i lartë sa që ata duan
terrene sportive, Esmeralda. Duan edhe një vend tjetër të krijojmë edhe një parat që ata duhet përfitojnë, që do përfitojnë, që mund përfitojnë, dhe ata që bonuset që jep qeveria duhet shkojnë për terrene sportive për të krijuar gjeneratën e re. Shkojtë pak tek Kosova, se shoh që situata atje, temperaturat duhet të jenë shumë të ulta sot, po më mirë Kosovë se e ulin pak zjarri, se ndryshe do kallet Prishtina flak. Ku shihet ndeshja tjetër sot në Prishtinë, përveç se në stadium? Ka organizime të tjera? Realisht do të ketë organizim. Po, do të ketë organizim nga komuna e Prishtinës, realisht si që pati edhe herën kaluar, nëse s'gabojnë në 1 apo 2 sheshet kryesore të Prishtinës do të ketë monitor. Po ashtu është pak të zyrtarisht dihet që edhe Drenasi pra do ta ketë organizimin e tillë, me që rast zoti Roma dhe zoti Laradovci bashk kanë bërë thirrje që gjitha komunat realisht ta bëjnë një gjë të tillë, sepse fatkeqësisht siç e tha Ledio, ndoshta qeveria për te i faktit shumë mirë që i kanë mbështetur futbollistët, edhe pse shumica prej tyre le themi nëse kemi parasysh karrierat dhe ku luajnë, ajo çfarë ka ofruar qeveria për ta është një pikë ujë në dete, po prapë se prapë shumë mirë, është një lloj motivi sadokudo që megjithatë dikush po i sheh, po i vlerëson, po në anën tjetër do duhet mendonte shumë më shumë për këtë pjesë edhe Ledio e tha, sepse ne vazhdojmë të kemi mungesa serioze për fusha sporti, sidomos për një stadium të mirëfillt, po them, që i plotson gjitha kriteret. Dhe normalisht unë besoj që duke pas parasysh që Kosova do tjetë edhe organizatore lojra mezetare, marrë parasysh edhe investimet që do bëj edhe në fusha tjera sportive, po them edhe në disciplina tjera sportive, atëherë besoj që nga këtu paka shumë, po them, do të përfitoj edhe futbolli. Kështu që unë besoj që do të ketë organizime gjithandeje, Esmeralda. E kuptoj. Për shkak të kapacitetit vogël të stadiumit, normalisht janë munduar, por që të paktën në këto komuna që përmendëm unë tashmë dihet zyrtarisht, por unë besoj që organizimet e tilla nuk do të mungojnë edhe në komuna tjera. Pastaj disa prej rrjeteve të kinemave këtu në Prishtinë, Esmeralda, gjitha sallat e tyre i kanë liruar. Pra do të jetë hyrja falas, kushdo që dëshiron ta përcjell ndeshjen në sallat e kinemave, për do ta ketë mundësinë ta bëjë edhe një gjë të tillë. Pra janë duke provuar gjitha alternativat që kanë kosovarët për të qenë sa më afër skuadrës së tyre për t'i mbështetur sot. Shumë interesante edhe kjo e kinemave. Faleminderit shumë Kosovë. Ndërkohë që shkoj pak tek Joni, ndeshje me shumë gola, ndeshje lojshau, si që ta Ledio, e kujdesshme deri në fund. Është vështirë me parashiku për shkak sa rëndësisë të cilën e ka, nëse flasim për dëshira, për mu do të mjaftonte vetëm një gol i Kosovës. Jo shumë gola, por gjithsesi krejt do të varet edhe se si do të përmendimin tim se do të jetë starti 15-20 minutë që i parë, sepse është e rëndësishme ai ambientimi edhe në mesin e tifozëve, peshës që ka kjo ndeshje, sidomos për Kosovën edhe gjithçka tjetër, pra mendoj aty do të jetë një test për vazhdimin e asaj ndeshje, pra 15 minutat e parë është shumë të rëndësishëm edhe kritik në farforme për ecurinë e komplet lojës. Nuk e besoj, të paktën nuk pres nëse ka ndoshta ndonjë karton apo diçka tjetër që të ketë shumë gola, sigurisht se kishte në Slovaki, me një avantazh mbase 2 apo 3 gola, maksimum 2-1 apo diçka e tillë, parashikoj se mund të përfundoj ndeshja. Po edhe them që është jashtëzakonisht e vështirë sepse një epizod mund ta ndryshoj komplet ecurinë e ndeshjes, kështu që krejt për mendimin tim varet në këtë start se si do të luajnë të dyja skuadrat, si do të përgjigjen dhe si do të shohin se si po luajnë njëra tjetra. Kështu që mendoj që kjo është faza më kritike e kësaj ndeshje. Faleminderit Joni. Faleminderit shumë. Ledion. Tha pak Joni, minutat e para, kushëroni pari, por Kosova në Sloveni tregoj që në fakt e ka kthyer ajo rezultatin 2 herë në Slovaki, më fakt, më pas ka kaluar në avantazh, do të thënë nga 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 dhe më pas ka bërë 2 gola. Pra është një ekip që nuk është se
tërhiqet si shumica e ekipeve kur pëson gol përpara? Shiko, duke pas parasysh faktin që ishte vetëm një ndeshje në Slovaki, nuk kishe mundësi të tjera. Psimi i golit në minutën e 4 apo të 5 nga ana e Kosovës e detyroi skuadrën që të hidhej përpara për të kërkuar maksimumin dhe nuk kishte më çat humte. Në momentin që rezultati u barazua, sërish Kosova u rikthye duke e mbrojtur rezultatin ose më saktë u rreshtua sërish pas. Vendosje taktike e Fodës kam përshtypjen për ta ekuilibruar më shumë ekipin në fushën e blertë dhe për të pasur le të themi një qarkullim topi më të lirshëm, por nga krahu tjetër u dënuan nga një gol nga një goditje dënimi e cila ishte le të themi edhe befasi për portierin se shkoi në gjysmë kros edhe përfundoi në rrjet. Pas këtij rezultati Kosova u fut në pjesën e dytë me gjithçka çfarë kishte për të sulmuar dhe për të tentuar fitoren. I doli rezultati, absolutisht, përmes golit të Fisnik Aslanit fituan qetësinë e duhur, pastaj një ekzekutim perfekt nga Muslia në goditje jashtë zone. Shiko, fitoria Esmeralda t'jep edhe qetësi, edhe besim, po edhe t'jep edhe mundësi për ta menaxhuar lojën. Po edhe guximi. Absolutisht që do guxosh, sepse duhet të kërkosh edhe pa guxim, guxim se s'ka lavdi, ndryshe- absolutisht, sepse golat nuk vinë nga hiçi. Por në momentin që ti je në fitore dhe skuadra tjetër është duke humbur, i gjithë presioni kalon nga skuadra tjetër duke ditur që minutat kalojnë dhe fundi është shumë pranë. Sepse nuk kemi të bëjmë me një rrugtim të gjatë, afat gjatë, është një rrugtim afat shkurtër që nis sot përfundon sot. Kështu që duke marrë parasysh këtë gjë, them që ndeshjen e sotme të dyja skuadrat do jenë shumë të kujdesshme, sidomos në 30 minutat e para skuadra do tentojnë të lexojnë lojën e kundërshtarit për ta kapur më pas në befasi. Nuk mendoj që do jetë një ndeshje si Bratislav, absolutisht. Jo për faktin që Turqia është më e fortë apo dhe Kosova do ruaj, le të themi, do ruaj më shumë fazën defensive, por mendoj që të dy trajnerët do mundohen të lexojnë pjesën e parë skuadrat, edhe më pas në pjesën e dytë të tentojnë të kapin në befasi në ato pika le të themi të dobta që mund të tregojnë skuadrat në pjesën e parë. Mendoj që është një ndeshje që ndahet me një gol, në mos me një gol mund të shkojë edhe drejt shtesave. Faleminderit Edion. Faleminderit juve. Shumërime e Kosovës sot, ajo e ka bërë historinë e saj, por sot do t'jetë qershia mbitor. Shumërime edhe Shqipërisë, edhe pse ka një ndeshje që nuk është se është më shumë si miqësore me Ukrainën, çdo fitore është e bukur. Për lajmet e fundit nga vendi rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin e Euronews në App Store dhe Google Play. Programet tona mund t'i ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.7. Të ndajmë bashkë, mirupafshim.